Si të bëjmë atëre cheesy bread shumë të thjeshta dhe me pak përbërje. Atëre keni të shkruara, kam përdorur 3 vezë, 1 kup niseshte, 2 kupa mjall, 1 kup vaj, 1 kup qumësht, 1 kup djathë të grirë dhe 1 lugë baking powder. Dhe kupa duhet të jetë 200 ml të gjitha. Do më thënë të gjitha, të përdorësh me edhe 1 kup niseshte 200 ml, 2 kupa, do më thënë 200 janë 400 ml, 1 kup vaj 200 ml, 1 kup qumësh prap 200 ml dhe 1 kup djathë të grirë 200 ml. I merrni bashk dhe i trazoni të gjitha bashk. Është një recetë shumë e thjeshtë, bëhet për brenda domethënë 10 minutash dhe i fusni në furrë të piqen për 30 minuta në 200 gradë Celsius. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Provojeni, ju lutem, se do ngeleni shumë të kënaqur.